Mirë mbrëma, kjo është video për muajin mars për 3 shenjat e tokës që janë Dimi, Virgjeresha dhe Bricjapi. Si gjithmonë, kjo është një parashikim i përgjithshëm. Në qoftë se nuk e gjeni veten tek, domethënë nuk është personal. Në qoftë se nuk e gjeni veten tek shenja juaj, atëherë kërkoni ascendentin ose shenjën në të cilën keni hënën në momentin kur keni lindur. Për të bërë një llogaritje se ku e keni hënën ose ascendentin në momentin që keni lindur, mund të kërkoni edhe në Google. Sigur se ka aq shumë llogaritje të hartës personale në Google thjesht për të ditur cilët planet kanë qenë në çfarë shtëpie në momentin që keni lindur. Qoftë edhe sa për informacion, nëse doni, nëse nuk doni mund të më shkruani, unë ju kthej me një përgjigje. Okej, që mos harxojmë kohën. Jemi për shenjën e Demit, muaj mars. Çfarë ka Demi për muaj mars? Ja. Po nxjerr një herë gjitha dhe pastaj bëj sqarim. Një planet në shtëpi. E fillojmë këtu. Për shenjën e Demit kemi diellin në shtëpinë e parë, që është shumë e bukur në fakt. Dielli në shtëpinë e parë është vetja, është personali, dielli është gjithmonë energji, ose si dukemi neve tek njerëzit e tjerë, çfarë paraqesim ne tek ata që na shikojnë. Demonstrimi, mënyra e të vepruarit si një lider, mënyra e të shkëlqyerit në kuptimin e vërtetë të fjalës. Dhe këtu shtëpia e parë është uni, është vetja jonë. Shtëpia e parë janë veprimet, janë dëshirat tona më të mëdha, por janë edhe ajo që doni të lëvizni, veprimet, aktivitetet. Do të thotë që dielli në shtëpinë e parë për shumë prej nga ju të shenjës së Demit do sjelli një lëvizje në mënyrën se si ju i mendoni dhe si ju i veproni gjërat. Do të thotë që ju do të shikoni gjërat nga një perspektivë tjetër dhe do reagoni ndryshe. Në muajin mars ka shumë energji shpërthyese, shumë lëvizje, kreativitet, por me gjitha një mënyrë e re për t'i treguar botës se kush jeni, që njerëzit ju shikojnë nga një aspekt tjetër që deri tani nuk e kishin parë, që po një gjë shumë e bukur, domethënë që thonë që këtë dritë, këtë lloj drite të personit nuk ja kisha parë, këtë lloj shkëlqimi nuk ja kisha parë ndonjëherë. Po e di pse po shkoj këtu, sepse këtu kam përsëri yllin, domethënë këtu kam diellin, këtu kam yllin, kanë disa ndriçues që i bie suksesi garantuar, thotë kjo, dhe kjo këtu, letra këtu thotë që mos u dorëzo prej kundërshtimeve, por tregoj trego forcën tënde. Në rregull, di pse, se edhe ky është ylli dhe ky është dielli, po ju them, domethënë shkëlqimin, energjinë, do të tregoni atë që keni brenda, pushtetin tuaj, njerëzit do t'ju shohin vlerat tuaja të vërteta këtë muaj, por e di pse e ktheva edhe te kjo, sepse kjo letra këtu që thotë që mos u dorëzo nga kundërshtit, pak a shumë është si kjo këtu. Kjo është pesa e bastonave, që është një letër që nuk ka nevojë as për përkthim, se kuptohet shumë qartë. Këto janë kontradikta, njerëz jo sulmojnë, si mund ta them, janë rivalitete, njerëz që ju kundërshtojnë ose që ju vendosin bastonat në rrota, le ta themi, por janë edhe shumë pengesa të cilat nuk, jo domosdoshmërisht janë njerëz, po janë gjëra të cilat ju vonojnë, ose ju zgjasin më shumë atë ju pengojnë atë qëllimin tuaj final. Për shenjën e Demit, muaji do filloj me një letër që është shumë e bukur, që është figura perandorit, një lider me një respekt absolut, njerëzit kanë besim tek ju shikojnë si një figurë
të matur, si ta them, të moshme, mund të jeni edhe dikush për jush i matë në moshë, por të moshme në kuptimin e një njeri shumë i pjekur që ky atë që di, atë që bën, do ta çojë deri në fund. Kjo është edhe një figurë shumë autoritare dhe strikte, le të themi. Ju ndoshta jeni një person që tek njerëzit ose është një figurë tjetër autoritare, ose jeni ju ose është një figurë pranë jush që është një person shumë autoritar dhe strikt, që ky po ju mundon së tepërme se tani, që ky ose po ju kundërshton, ose është rivali juaj kryesor në punë, ose këtu ka diçka që një pengesë që ka lidhje me autoritetet. Dhe këtu kemi katrën e shpatave. Tani, për disa për jush që ka lidhje me çështjen e punës, ka lidhje me një punë që lidhet me institucionet, e cila po ju ka krijuar shumë pengesa ose rivalitete, ose ju jeni të interesuar për një çështje pune në të cilën janë shumë njerëz të tjerë të interesuar. Dhe ky personi këtu, një figurë e madhe në moshë, një mashkull i pjekur, ky mund të jetë ai personi që është problemi juaj kryesor, le të themi, ai që po ju avonon situatat pak më shumë. Gjithsesi këtu kemi këtë katrën e shpatave që ka kuptimin që arrini një gjendje qetësie ose tërhiqeni, le të themi, nga gjithë kjo, unë kam mjaftueshëm, tërhiqem, të vej ku të vej, nuk kam më fuqi, domethënë, ose këtu jeni në atë kuptimin që unë pranoj vetmin time edhe largohem sepse unë do ju thoj edhe kështu se kjo letra ka edhe pak kuptimin që dëshiron të jeni në vetmin tuaj ose të rimerrni veten nga një sëmundje, nga një gjendje shpirtërore, nga një gjendje mendore që po ju sfilit shumë. Nëse bëhet fjalë për një çështje dashurie, mund të jetë një mashkull më i madh se ju në moshë, i cili për ju ka qenë edhe si figurë atërore, por ky është një njeri që qëndron shumë i fiksuar pas kufive, pas atyre gjërave konvencionale, domethënë i fiksuar pas martesës më tepër si institucion se sa si një marrëdhënie shëndosh. Në qoftë se bëhet fjalë për një lidhje, ju keni pasur shumë debate, ndoshta konflikte shumë të egra se sa fjalë, domethënë, me këtë personin, po edhe me njerëz të tjerë që janë rreth këtij apo rreth jush, edhe jeni këtu në një përfundim që jeni dëshpëruar për tokë dhe unë nuk dua, ose ky po më shkatron si njeri, le ta them, dhe nuk dua të merrem më me këtë çështje. Pak a shumë e njëjta gjë është edhe nëse bëhet fjalë për çështje pune, që ju jeni tërhequr nga gjithë ky presion dhe thoni që unë këtu stop, nuk kam më fuqi dhe thjesht nuk keni më dëshirë të diskutoni, të debatoni, por të prerja unë këtu në mes po ka dalë kjo letra që është drejtësia. Drejtësia është përsëri një institucion. Tani ose ju po dilni nga një çështje divorci për disa prej jush, dhe kjo letra ka kuptimin që ju jeni dorëzuar pas të gjitha këtyre debateve apo ankesave, jeni në përfundimin që 50 me 50, vetëm të kem qetësinë time shpirtërore dhe kaq. Ose ju më në fund do të merrni atë drejtësinë, atë të vërtetën që del jashtë, dhe ju do të merrni atë drejtësinë, atë zgjidhjen që ju po kërkonit. Do të thotë, për disa përsh mund të jetë një zgjidhje 100% vetëm për ju, domethënë që do t'ju kënaqë, për pjesën tjetër mund të jetë diçka që jo një humbje, po një fitore 50 me 50, mjafton që ta mbyllni këtë si çështje sepse nuk doni që të vazhdoni më me këtë gjendje. Siç ju thash, është si për çështjet e punës, kështu që ju keni debate dhe çështje që nuk ju pëlqejnë ose intriga nga ana e
kolegëve dhe jeni tërhequr dhe thoni di çfarë unë tani më mirë po ri vetëm pa punë dhe po largohem, por që këtu ka një çështje, ka një zgjidhje, një situatë që do të ndryshojë, ose këta persona tërhiqen dhe ndryshojnë sjelljen tërësisht, ose jeni ju që gjeni një mundësi tjetër se si ta anashkaloni debatet me këta persona, por nuk do thoja punë të re, sepse vazhdon të jetë kjo gjendja ku ishit. Kurse për dashurinë ju thash pak a shumë, për dashurinë do të marrë edhe 2 letra të tjera. Jepi marrëdhënies tënde një mundësi, thot, dhe ti meriton dashurinë. Edhe këtu te preja përsëri që probleme familjare, që të cilat duhet të ndrejshen, ose për shumë për jush bëhet vërtet fjalë për një çështje ndarje përfundimtare në të cilën ka edhe gjëra, ka prona, ka fëmijë aty në mes, të cilat edhe ato duhet të ndahen dhe ndoshta kjo do jetë një ndarje e cila nuk do t'ju kënaq ashtu siç do të donit ju, por gjithsesi do t'ju kënaq në një farë mënyre, po jo 100%. Dhe mbi të gjitha kjo mund të jetë edhe diçka për të cilën ju ta kuptoni që ju pikë së pari meritoni dashuri. Duhet ta nisni nga vetja juaj, t'i jepni një herë dashuri vetes dhe pastaj personit që keni përballë në këtë sens. Do marrë edhe 3 letra nga këto. Tu, okay, kjo është futur këtu gabimisht. Për shenjën e demit kemi një udhëtim, kemi falsitetin, kemi përsëri. Këtu kemi përsëri gjyqin, kemi përsëri atë gjyqtarin, një figurë që vjen nga institucionet e cilat do t'ju sjellin një lajm, por këtu kemi një rrugë që bëni për te ky institucion, ose një udhëtim që do bëni dikush që ka qenë falso ose i shtirur dhe që më në fund merr fund kjo shtirja e këtij personit, dhe kjo rruga ka edhe kuptimin që një takim me një person me uniform, një takim me një person që mund të jetë një autoritet më i lartë ose thjesht mund të jetë shefi juaj. Kjo ishte edhe për demin. Të shkojmë tani te Virgjeresha, është shenja tjetër e tokës. Virgjeresha për muajin mars. Jo, këta ishe, më falje. No, jo, do t'i jesh se doli përsëri e njëjta gjë si te temi dhe doja të nxjerrja diçka të re, domethënë. Okej, më mirë kështu, po prapë shtëpia pa. Po e filloj kështu. Kemi Venusin në shtëpinë e parë për ju të shenjës së Virgjereshës, që do të thotë Venusi për shumë prej jush ndoshta e keni dëgjuar, është planeti i dashurisë, po megjithatë Venusi gjendet në shtëpinë e dytë, është planeti që udhëheq shtëpinë e dytë ose shenjën e demit, dhe është edhe planeti i të ardhurave që fitohen nga puna që bën vetë. Domethënë Venusi pikë së pari është puna jote, paratë tua, fitimet e tua. Dhe shtëpia e parë është vetja jote, personaliteti si dëshirat e tua. Do të thotë, këtu për shumë të ju të Virgjeresës do jetë një çështje që lidhet me dëshirat tuaja më të rëndësishme, ose dëshirat tuaja për të fituar sa më shumë para, për të fituar sa më shumë të ardhur nga puna juaj, ose të gjeni një burim të dytë të ardhurash, që t'ju financoj juve vetë, i sillni vetë të para, ose për shumë prej jush bëhet fjalë për nuk ju kënaq më gjendja juaj shpirtërore siç jeni kështu tani, po jeni në kërkim të dashurisë. Megjithatë, Venusi në shtëpinë e parë ju bën më të bukur, më tërheqës, më atraktiv,
që do të thotë, ju jep mundësinë që të flirtoni me shumë njerëz, që persona që janë rreth jush të shikojnë ndryshe. Venusi në shtëpinë e parë ju jep edhe mundësinë që të filloni të mendoni dhe për gjëra shumë më të bukura sa ose siç mendojnë njerëzit që i shikojnë gjëra shumë pozitive kur kanë fluturuar në stomak në këtë kuptim. Këtu kemi pastaj te kjo historia një grua me lëkurë të errët, domethënë një grua esmere. Kjo mund të jetë ose një marrëdhënie, ose jo domosdoshmërisht marrëdhënie në kuptimin shpirtëror, por mund të jetë edhe një marrëdhënie pune apo diçka që ka lidhje me një grua me lëkurë të errët ose me flokë të errëta, një esmere dhe një lumturi shumë e madhe, thotë është kjo letra tjetër. Kjo mund të jetë edhe një grua me tonet e errëta të lëkurës dhe të flokëve që mund të hyjë në jetën tuaj, kjo femra, dhe t'ja u bëj jetën më të bukur. Këtu kemi rrotën e fatit, që është një nga arkanat e mëdhaja, që ka kuptimin që gjërat po ndryshojnë dhe po ndryshojnë ashtu siç ju do ta dëshironit. Rrota e fatit, ju kam thënë edhe herë tjetër, ka edhe kuptimin e një si ta them, e një zhvendosje, jo vetëm në fakt kjo letra thellë ka kuptimin, nëse tani jeni në një moment të mirë, gjërat do ndryshojnë dhe do shkojnë për keq. Nëse jeni në një moment të keq të jetës tuaj, gjërat do ndryshojnë dhe do shkojnë për mirë. Do të thotë, kjo letër i përmbys gjërat sido që t'jenë, po i përmbys për mirë. Pse? Dhe pastaj se letra tjetër që del është i varur, dhe kjo është një letër që do të thotë ti shohësh gjërat nga një perspektivë tjetër. Do me thënë, mos ta shohësh me botën kështu, po ta shohësh botën në versionin tënd. Ndoshta po ta shohësh botën në një sy tjetër, do t'i shikosh që gjërat janë më ndryshe. Unë do t'ju bëj një si farë ideje, një mendim që më vjen direkt në mendje është që ndoshta një person që ju e njihni prej shumë kohësh, një person nga e kaluara juaj, për ju të shenjtë veçesht, më falni, ky personi rikthehet në jetën tuaj. Jo domosdoshmërisht mund të keni pasur lidhje me këtë, mund të ketë qenë një flirt, një gjë, nuk di, ose një shoqëri, diçka shumë e pafajshme, dhe ky personi rikthehet për të parë gjërat e një herë ndryshe, dhe ju këtë herë do ta shikoni në një prizëm tjetër ose në një ide që pse mos jap një mundësi unë këtij personit, se këtu është gjashta e kupave, që është dashuri, emocione. Ju do ta shikoni këtë gruan, mund t'i them unë grua, por mund të jeni ju gruaja, dhe këtë personin tjetër do ta shikoni në një mënyrë më ndryshe dhe të thoni që po sikur t'i jap një mundësi, një shans vetes apo edhe vetes time. Edhe këtu është kjo fanti i monedave, që është kuptimi një lajm i ri ose një udhëtim i ri, le ta themi një udhëtim jete e ri. Për shumë prej jush që bëhet fjalë për çështje pune, kjo rrota e fatit ka kuptimin që një çështje e cila ka ngelur pezull, ose çështje pune që ka ngelur pezull dhe nuk po përparon ashtu siç do dëshironi, papritur do marrë një kthes të çuditshme në muajin mars, dhe ne jemi këtu te kjo gjashta e kupave, që do ketë kuptimin jo vetëm nostalgji, po edhe rikthim, ripajtim në një punë të vjetër. Shumë prej jush mund të rikthehen në një punë që kanë bërë më përpara, shumë prej jush mund të ribashkohen me njerëz apo me punëdhënës apo me kolegë të punës, të cilët do t'ju hapin dyer për diçka të re, sepse kjo është një rikthim, me njerëz që i keni njohur, me njerëz nga të kaluara, ose riktheheni në një qytet, në një shtet që keni qenë më përpara dhe filloni aty një punë të re. Po për shumë prej jush ka një rikthim në të kaluara, ose në një punë që e keni bërë dhe më përpara. Mund të jetë punë e re, por një profesion që e keni bërë dhe më herët. Këtu është ideja, por që është pa diskutim diçka që do ju bëj shumë të lumtur për ju të shenjës së Virgjëreshës. 2 letra dashurie për Virgjëreshën, që është lërish shoqërinë që t'ju ndihmoj, siç ju thash, mund të jetë edhe një mikesha jo me flokët e zeza që
është nga e kaluara që do t'ju ndihmoj që mund t'japi edhe mundësi ju gjeni një vend të ri pune ose ju gjeni ju prezanton me dikë që është do jetë shumë e rëndësishme për ju dhe lëret i iki ishi jot lërë domethënë dhe këtu është të duket sikur nuk je dashuri e pa rikthyer që nuk të jepet mbrapsht. Ndoshta do ta mbyllni një situatë e cila po po ju mundon, po ju ka futur në një gjendje apatie që ju duket sikur nuk merrni të njëjtën gjë se sa jepni ose është një dashuri që ai personi tjetër ju do më shumë dhe ju nuk ndjeni më të njëjtat gjëra, atëherë thjesht lëret i ikë dhe vendosini veten tuaj në vend të parë. Do të thotë të gjitha dritat ndriçojnë tek ju. Jepini, kushtojini vetes tuaj vëmendje në muajin mars, Virgjeresha. Okej. 3 letra këtu. Tu kemi një takim. Tu kemi një diçka të papritur, edhe një fëmijë. Nëse nuk keni fëmijë, atëherë është një takim për një ofertë ose për një ofertë. Si gjithmonë letrat thonë ofertë, po që është për një kërkesë ose për një propozim që ju bëhet për një lidhje të re. Me shumë mundësi është takimi me një person që ju sapo e keni njohur, sapo keni filluar që të njiheni me këtë person apo të shkruani diçka e tillë dhe do takoheni në muajin mars. Nëse bëhet fjalë pastaj për çështje pune, mund të jetë një takim pune i cili do rezultojë shumë i bukur dhe fitimprurës për një fillim të ri, për një punë, për diçka të re, se kjo bebja është gjithmonë një fillim i ri. Por kjo vetëm në qoftë se ju tashmë keni aplikuar ose dhe jeni duke pritur përgjigje, qoftë se është bërë ose nëse në fillim të marsit keni bërë një aplikim dhe do të merrni përgjigje gjatë këtij muaji. Kjo ishte edhe për Virgjeresha, shkon dhe te Briciapi. Te Briciapi 2 letra. Briciapi fillon me një uran në shtëpinë e 11. Shtëpia e 11 është ajo e miqësive e njerëzve që ju rrethojnë. Shtëpia e 11 është e bamirësive, shpresave, dëshira, njerëzit që ju keni dëshirë të ndihmoni apo njerëzit që juve ju ndihmojnë. Po më shumë thonë miqësia, kolegët që janë pranë. Urani është planeti i shpërtimeve, i pushtetit, është një planet që është jo konvencional. Do të thotë që në muajin mars ju të Briciapit të filloni të shikoni njerëzit në mënyrë ndryshe. Një mënyrë ndryshe për të parë marrëdhëniet me shoqërinë që keni, me njerëzit që ju rrethojnë dhe ju ndoshta do filloni të shikoni gjërat jo kaq ftohtë dhe kaq strikt, domethënë që kolegët vetëm si kolegë apo miq e pakat janë më mirë. Ndoshta do filloni të shikoni gjëra se kjo është një ndryshim i papritur që ka lidhje me marrëdhëniet tuaja ndërpersonale me njerëzit që ju rrethojnë. Juve të fokusoheni tek ata njerëz që ju sjellin energji pozitive dhe ata të cilët e shikoni që po ju dëmtojnë, nuk po ju lëndecin përpara, do të shikoni që do i largoheni vetë. Nuk, si Briciapi është dhe tipi nuk diskuton shumë që shiko se unë po iki, po thjesht largohet edhe nuk më mërmën telefon dhe kaq. Mendoj që Briciapi këtë muaj do vendosit ca kufi
shumë të qarta brenda vetes ti që ok, këtë personi ky më duhet dhe ky nuk më duhet më, ky po më pengon që të eci për mirë dhe jo. Po më tepër bëhet fjalë rrethin miqësi, shoqëri, kolegë pune ose edhe marrëdhënie të largëta familjare, por jo për dashurinë, jo për çështjet e dashurisë. Këtu kemi Hanën që thot ndryshime në jetën tënde edhe Urani është ndryshime të papritura, gjëra që se mendoni. Edhe kjo letra këtu është përsëri ndryshime të papritura. E kjo këtu është si ta them, jeni shumë të gëzuar, të egzaltuar, nuk gjej dot një fjalë, shumë të egzaltuar nga këto ndryshime. Do të këto ndryshime që nuk i prisni, po që po do t'ju ndryshojnë jetën në një mënyrë që as vetë se kishit menduar që mund ta bëni. Tash. Për shumë për jush të Britqapit, fillon me një gjendje pauze, se ta themi, jeni një situatë stabil, po kjo letra flet vetë. Kjo personi është i shtrirë dhe ka 3 shpata mbi kokë, do me thënë shumë mendime, po gjithsesi është tërhequr në veten e tij dhe thot, shikoj, e di çfarë, unë as nuk dua të diskutoj më për këtë çështje, as nuk dua të debatoj për se sa ja aft jam unë në punën time, se sa ja shumë ja punë dashuri dhe nuk marr mbrapsht, unë s'dua të diskutoj më dhe thjesht është tërhequr dhe po pret, është në një gjendje po pres çfarë do të vijë. Në muajin mars do ju duhet që të merrni një vendim shumë të rëndësishëm, sepse këtu kjo letra ka kuptim. Për shumë për ju që janë në gjendje që janë në punë, janë duke u ndjerë të ezauruar, sikur po punoni shumë punë, shumë gjëra njëkohësisht, nuk po vendosin dot balancën punë familje, edhe kjo letra ndoshta ka dhe kuptimin që jeni super i lodhur, qoftë nga ana shëndetësore, qoftë nga ana shëndet fizik, qoftë mendor, që jam shumë i lodhur dhe duhet bëj diçka për veten time. Këtu pasaj kemi kalorësin e monedave. Po flas vetëm për punën se më ka dalë vetëm moneda. Ky është përsëri një njeri që punon shumë dhe punon qetësisht, ose si ta them, një njeri i duruar e gjeta. Një njeri i duruar që punon qetësisht, do me thënë, unë mendoj që Britqapi është i mbi ngarkuar momentalisht, qoftë në muaj mars nuk do jetë përsëri lehtë, do jetë prapë i ngarkuar shumë me punë, e cila do t'ju mbi ngarkojë dhe ju qoftë nga ana shpirtërore, qoftë nga ana mendore, por megjithatë mos e vini punën në vend të parë. Kjo puna do t'ju sjellë ato fitimet që ju po kërkoni, sepse këtu te prerja kemi 9-ën e monedhave, që 9-a e monedhave do të thotë mirëqenie ekonomike, mirëqenie shëndetësore, një luks, ju jeni të sigurt në atë anën tuaj, të keni stabilitet financiar, kështu që mos u shqetësoni. Kjo do të thotë vetëm kaq, kushtojini vëmendje anës tuaj të shëndetit, të balancës në familje, sepse stabiliteti financiar po vjen, do t'ju sjellë muaj mars me siguri. Nëse po kërkoni dashurinë apo një lidhje shpirtërore, atëherë jeni në një gjendje ku jeni në pauzë, pushim, personi tjetër nuk po kontakton ose ju nuk e keni kontaktuar, mund të bëhet fjalë që të duhet të merrni një vendim, mund të bëhet fjalë që të jetë një çështje ku të jetë një person i tretë në mes, ose ai është duke tentuar të marrë një vendim, ose jeni ju që do merrni një vendim të muaj që o jashtë o brenda se nuk ja vlen. Ky kalorësi i monedhave do të thotë që ai personi do t'ju kontaktojë për t'ju dhënë një lajm ose një kërkesë në farë mënyre, ai do t'ju japi një ide që një version që do të vazhdojmë kështu apo si. Dhe unë mendoj që ju do ta mendoni situatën më mirë dhe më qetë që do bëni këtë që ju thash edhe këtu më përpara, do t'i prisni ato dikëqia që nuk ju bëjnë më punë në jetën tuaj dhe mendoni që e di çfarë, unë për gjendjen time shëndetësore, mendore, shpirtërore jam më mirë vetëm dhe do vendosni që ca njerëz nuk e kanë vendin më me ju, po ca njerëz të tjerë
duhet ja hapim rrugën. E di pse po them sa njerëz të tjerë, sepse poshtë kësaj më doli përsëri një kalorës, dhe ky është një kalorës kupësh, që kalorësi i kupave është princi i kaltë, le ta themi tek tarot, është dashuri e re. Dhe po ta shikoni ju, jeni vetëm midis këtij personi këtu që rikthehet dhe thot një mundësi tjetër, po që është përsëri një mundësi që lart e poshtë ky ikën vjen ose do xhongloj midis dy rasteve, midis dy marrëdhënieve, dhe ndoshta nga mesi ose fundi me siguri i Marsit do shfaqet një person tjetër në jetën tuaj që do të jetë një perspektivë shumë më e mirë nga ana e dashurisë, një njeri që i shikon gjërat më në paqe, më të çelte, sepse ky është një ndërimtar që është i kupave dhe nuk është si ky tjetri që i ka gjërat pak më fikse. Do me thënë, jepini kohë kohës, vendosni në vend të parë veten tuaj dhe pastaj mendoni se çfarë po kërkon ai tjetri nga ju, a jeni i gatshëm që t'ja jepni. 2 gjëra për dashurinë, mjalti dhe fëmijët. Okej. Tani, ose dikush prej jush ka fëmijë, ose këtu ka fëmijë në mes dhe gjërat nuk janë të lehta për të shkëputur ose për të filluar diçka nga e para, sepse janë dhe fëmijë në mes dhe duhet të mendohet edhe për ata. Gjithsesi unë ju shikoj që në muajin mars të bëni dhe udhëtime, ose thjesht disa prej jush janë të martuar, kanë fëmijë dhe bëjnë pushime udhëtime me fëmijët dhe nuk ka asnjë gjë të keqe, ose këtu është një flert, që fëmijët kanë kuptimin që këtu është një flert, një diçka e sa po filluar, që është akoma në hapat e para. Të saj po që do marri një kuptim shumë më të bukur në muajin mars. Tre gjëra të tjera, tu doli përsëri, është e pamundur. Doli përsëri kjo një gëzim i papritur dhe kjo është përsëri këtu doli ndryshim i papritur që do ju sjellë gëzim. Dhe këtu një gëzim i papritur. Ose këtu është një gëzim që ka lidhje me parat, sepse këtu janë para që hynë, që shtohen, diçka e tillë. Ose këtu është diçka që ka lidhje me dashurinë, sepse këtu del edhe kjo është figura femërore, femër e dashuruar, e dashura, që jeni ju, që ndoshta për momentin jeni e trishtuar dhe nuk është se po prisni diçka tjetër që ose keni dalë nga një marrëdhënie e cila thoni tani nuk besoj se do gjej diçka tani afër në mënyrë të tillë dhe del diçka komplet e papritur. Mund të jetë edhe ajo që ju thash në fillim, që në marrëdhëniet tuaja me kolegët, me shoqërinë përreth do ta kuptoni që ndodh diçka e papritur, që një person që e keni parë gjithmonë si koleg punë ose si një mik të afërt, do ta shihni si diçka tjetër, sepse ai ju ka parë gjithmonë si diçka tjetër, dhe kjo është ajo që rrota e fatit që ju thash në fillim, ose ai urani, që janë gjëra që i sjell fati në një mënyrë, universin në mënyrë të tillë që ka ardhur koha që të bëni këtë lloj ndryshimi dhe të shikoni gjërat ndryshe nga që keni parë deri tani. Kjo ishte edhe për Pricjapin, uroj që t'ju ketë pëlqyer, faleminderit.